Bamirësia është një virtyt që i karakterizon Gostivara si gjithnjë dhe si vlerë trashëgohet brez pas brezi, po kur vjen Ramazani, besimtarët garrojnë me vepra të mira ashtu siç ju ka hije të bëjnë. Sot është dita e 19 Ramazan dhe aksionet humanitare për familjet e provuara me skamje nuk kanë të ndalur, si në Gostivara ashtu edhe në të gjitha vendbanimet për rreth. E në pjesën më të madhe të rasteve i autorizuar për të menaxhuar me ndihmat është caktuar Sinan Elezi. Ai njofton se aksioni i radhës vjen nga një mërgjimtar i Vërtokut, i cili ka dhuruar 2400 franga, me të cilat janë përgatitur pako ushqimore për 48 familje në nevojë. Kjo dhurat vin pi një donatorit pi Vërtoku, gjithmonë kanë qenë bamirës të rregull, jo sallësimjet, kanë qenë gjithmonë, punojnë të ratë pi Vërtoku në Gostivar, punojnë në Zvicër, apin në 14 paketa ka çmimin 50 franga, i faleminderojmë në ative për këtë kontribut që e përfundim këtë muaj të shenjtë Ramazanit, Zoti ative va pranoft dhe vu dhash net lumturi atij dhe familjes atij. Elezi ka falenderuar të gjithë mërgjimtarët, që nuk e kanë kursyer as pak dhe në çdo ditë të Ramazanit kanë dhuruar produkte ushqimore për ata që po kalojnë ndonjë krizë ekonomike në familjet e tyre. E ndarja bëhet me lista të posaçme për çdo vendbanim me qëllim që asnjë familje nevojtare të mos mbetet keq për kafshatën e gojës. Tu bamirësit shumë janë aktiv për nevojtarët që se ne kanë përballu këtë kafshatën e bukës për këtë muaj në shenjtë Ramazanit, në emrin tim personal, në emrin e nevojtarëve, unë vu faleminderojmë shumë, Zoti va pranoft këtë kontribut, se me të vërtet nevojtarët këtë muaj në shenjtë Ramazanit ka pas nevojë për bamirësit. Po bamirësit në qaj nuk dalen, janë gjithë bamirës të rajonit Gostivarit, mërgjimtarët jo Salçalës, këtë rajonit Gostivarit, unë e vu faleminderojmë, besimin që ma kanë dhënë, e ne të jenë bindur bamirësit se kontributi ative ka shkon vend të dur, inshallah Zoti va pranoft. Kujtojmë se me fillimin e krizës pandemike, Sinan Elezi filloi aktivitetin humanitar në vendbanimin e tij, me qëllim që sadopak të ndihmonte në zbutjen e krizës tek qytetarët e goditur nga varfëria. Por me që interesimi i bamirësve për të ndihmuar familjet nevojtare po rritej gjithnjë e më tepër, ai e zgjeroi aktivitetin humanitar edhe në për të gjitha vendbanimet e tjera të komunës së Gostivarit dhe sot e gjen kudo që e thërret nevoja.